ka tentuar të bëjë diçka, ka një lëvizje shumë pozitive tek digitalizimi, por është shumë pak i komercializuar. E njëjta gjë ndodh me flamurtarin e Vlorës. Por sot ti që je tifoz i flamurtarit, dashamirës i flamurtarit, nëse ti dëshiron të blesh një fanelë flamurtare, ke shumë vështirë për ta gjetur. Po mas gjithë Sinani, po. Po, okay, njoftit tuaja personale, nuk po flasim për Gjergjin si individ, po flasim. Kjo vjen nga mungesë organizimi, mungesë përvoje. Kjo vjen për në eksperiencën time ata që i drejtojnë klubet e futbollit. E kam parë dhe shohin akoma sot se di si një barë ndërtimin e një infrastrukture njerëzore, e thonë se infrastrukture, ngritjen e burimit njerëzore, kapasiteteve menaxheriale, për të pasur drejtor marketingu, drejtor komunikimi, drejtor ligjor. Nuk kam para për shpenzuar. Jo. Ose vizion. Paka shumë është sindrom me gjithë biznesit. Marr rastin, unë kam shku shumë herë në Korçë për pa ndeshjet në Skënderbeu Tirana, dhe nuk kam pas mundësinë atë ftohtin e madh të Korçës pi një raki ose të pi një çaj të ngrohtë. Ndërkohë që kur kam qenë në Slovaki, në Slovaki, Trnava për parë një ndeshje të Tiranës, atje në një stadium me standardet tona, pra nuk po flasim për një stadium si Albania, si stadiumi i Skënderbeut të Korçës ishte, pilestra i burë mbrapa porte kishte ngritur me strukturë metalike, kishte një kontener bën 500 euro. Kishte një person që shiste birr, çaj të ngrohtë, se ishte shumë ftohtë dhe raki. Dhe ai ndërkohë po bënte biznes, Dhe ai po bënte biznes. Komercializimi. Kjo është, domethënë, nuk ka nevojë të kesh stadium si Albania për shitur një birr, një çaj të ngrohtë, një çaj të ftohtë.